sa përbën rrezik për një shoqëni edhe për një shtet si na, dezinformimi, qëto narrativat e rrejshme që kjo lufta hibride që po përdoret ose që e shohim gjithandej, jo vetëm nëpër rrjetet sociale, po nëpër media e nga njerëz me ndikim. Po fillimisht është e rëndësishme me u trajtu kuptimi votës lirë. Dhe në situatën aktuale të sigurisë, edhe në situatën aktuale të shoqërisë tonë, nuk mjafton me thonë që po ushtrojmë të drejtën e votës lirë veç momentin që shkojmë, e plotësojmë zorfin edhe vendosim në kutinë e votimit. Okay. Vota e lirë ka të bëjë edhe me një proces kognitiv, ku ti ki qasje në informata reale të cilat ndihmojnë me gjyku drejt, cili është ai politikbërës që ti beson me punu për interesat e tua si qytetar, për të mirën tënde, për të mirën e vendit, për të mirën e interesit kombëtar, për të ardhmen e fëmijëve. Dhe nëse vota jote influencohet prej informatave të rreme, prej narrativave të rrem, atëherë është të mohu e drejta e votës së lirë. Okay. Domethënë, akti fizik i votimit nuk mjafton më. Për më shku edhe një hap ma tutje, lufta hibride nuk është nuk fillon që atë moment që hynë tanket. Lufta hibride nuk fillon me tanke. Lufta hibride fillon me narrativa të rrem, të cilët kanë për qëllim me ta ndryshu perceptimin për realitetin brenda vendit, çka është e vërtet, çka jo, për historinë tënde, me të pru një pozicion ku ti jeton në frikë, si qytetar dhe je leti manipulueshëm për shkak të frikës, ku je në gjendje me hek çdo ditë me hek dorë prej drejtave tua si qytetar që ti garanton demokracia, për shkak se tu ka imponuar ajo frikë, edhe lufta hibride natyrisht ndikon edhe fillon edhe me përçarjet që shkaktohen në shoqëri.